Galeria e Arteve të Shkodrës mirëpriti takimin me temë Psikologjia shqiptare në artet pamore, historia një projekti të shtrirë në 5 ekspozita, e udhëhequr nga historiani dhe studiuesi i artit Ylli Drishti. Kuratoria Suzana Varvarica Kuka solli një analizë të trashëgimisë artistike në 150 vitet e fundit edhe ndikimit të saj në formimin e shkollës shqiptare të artit. Publiku njihet në këto biseda me rolin e këtyre veprave në këto takime, për vlerat artistike, për ato historike, për shkencore dhe më tej për të folur edhe për disa autorë të veçantë. Ky ishte takimi i dytë nga cikli i bisedave publike që shoqëron ekspozitën mallore Idromeno, Shkodra, Mbretëresha e Arteve dhe Artistët e Alpeve. Në këtë bisedë publike, drejtori i Galerisë së Arteve të Shkodrës, Fatmir Juka, trajtoi kontributin e artistëve shkodranë në ndërtimin e një qasje moderniste në pikturë. Përpos marrëdhënies së mirë që krijohet mes institucioneve publike të rit, e kanë ta kisha guxuar me qytet domosdoshme ta njohin procesin historik të formimit të artit, sidomos artit shqiptar. Për sa kohë ne qasemi drejt një natyre më të gjanë se Shqipnia, ne duhet shkojmë me rrobat tona, duhet shkojmë me kostumin ton. Gjatë takimit, të pranishmit patën mundësinë të përjetonin nga afër jo vetëm veprat, por të njiheshin gjithashtu me aspektet psikologjike dhe historike që i kanë dhënë identitet artit pamor shqiptar.